Shqiptarët janë kombi më me fat në botë, sepse kanë dy kombëtare, atë të Shqipërisë dhe Kosovës. E në këtë rast, skuadra e futbollit të Kosovës na ka bërë krenar të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen e jetojnë. Fitoria me Turqinë kualifikon automatikisht Kosovën në botror. Kjo situatë ka vënë në lëvizje jo vetëm federatat e futbollit përkatëse, por edhe presidentët e dy shteteve. Kurti ka shkuar personalisht për të takuar skuadrën parandeshjes dhe i ka motivuar duke thënë se pas tyre është historia e trojeve shqiptare dhe një fitore do të thotë që lavdia dhe historia jonë t'i përçohet të gjithë botës. Në lëvizje zhvon dhe Erdogani, i cili ka telefonuar fillimisht drejtuesit e kombëtares, duke i thënë se nëse Turqia fiton sot kundër Kosovës, çdo lojtari do t'i dhurohet nga një vilë në Bodrum të Turqisë. Erdogani është shprehur se do të donte të ishte i pranishëm në stadium, por ende nuk e ka vendosur nëse do të shkojë, pasi ka një takim të fiksuar në agjendën e tij rreth një muaj më herët e nuk e di nëse do të ishte e mundur anulimi i kësaj agjende. I pyetur se çfarë mendon për skuadrën e Kosovës, Erdogan ka thënë: "Në këtë ndeshje, Kosova është më e favorizuar, sepse ndeshja do të luhet në Kosovë dhe tifozëria ka një rol shumë të madh te skuadra. Por ajo që unë ju kam kërkuar djemve të kombëtares në Turqi është që prej tyre pres vetëm fitore dhe kualifikim. Besoj se ju duhet ta dini shumë mirë se Kosova është Turqi dhe Turqia është Kosovë. Shqiptarët kanë rrënjë të thella në futbollin turk, sepse sikurse dhe ju mund ta dini, djali i Sami Frashit ka themeluar klubin Galatasaray në Turqi. Kosovës i uroj më të mirat në fushë, ndërsa skuadrën time e pres me fitore, është shprehur presidenti Erdogan."